Data 1 mars, Eksodi, kapitulli 12, vargjet 22-51. Pastaj do të merrni një tufës hisopi, do ta ngjyeni në gjakun që është në legen dhe me gjakun që është në legen do të spërkatni arkitraun dhe të dy shtalkat e dyrve. Dhe asnjë për jush nuk do të dalë nga dera e shtëpisë së tij deri në mëngjes, sepse Zoti do të kalojë për të goditur egjiptasit. Po kur do të shoh gjakun mbi arkitraun dhe mbi dy shtalkat, Zoti do të kalojë më tej derës dhe nuk do ta lejojë shkatërruesin të hyjë në shtëpitë tuaja për t'ju goditur. Zbatojeni pra këtë si një porosi të përjetshme për ju dhe për bijtë tuaj. Kur të hyni në vendin që do t'ju jap Zoti, siç e ka thënë, zbatoni këtë rit. Kur bijtë tuaj do t'ju pyesin ç'kuptim ka ky rit për ju do t'i përgjigjeni: Kjo është flija e Pashkës së Zotit që kaloi tej shtëpive të bijve të Izraelit në Egjipt, kur goditi egjiptasit dhe i fali shtëpitë tona. Dhe populli u përkul dhe adhuroi. Atëherë bijtë e Izraelit shkuan dhe vepruan ashtu. Ata bën ashtu si kishte urdhëruar Zoti Mojsiun dhe Aronin. Prandaj ndodhi që në mesnatë Zoti goditi tërë të paralindurit në vendin e Egjiptit, që nga i paralinduri i faraonit që rrinte mbi fronin e tij, deri te i paralindurit të burgosurit që ishte në burg, si dhe çdo pjell të parë të bagtive. Kështu faraoni u ngrit natën, ai me gjithë shërbëtorët e tij dhe gjithë egjiptasit. Dhe u dëgjua një klith me madhe në Egjipt, sepse nuk kishte shtëpi ku të mos kishte një të vdekur. Atëherë ai thirri Mojsiun dhe Aronin natën dhe u tha: Çohuni dhe largohuni nga mesi i popullit tim, ju dhe bijtë e Izraelit, dhe shkoni t'i shërbeni Zotit siç e keni thënë. Merrni me vete kopete bagtive të imta dhe të trasha siç keni thënë, dhe shkoni, dhe më bekoni edhe mua. Dhe egjiptasit e nxisnin popullin për të shpejtuar nisjen nga vendi, sepse thoshin: Do të vdesim të gjithë. Populli mori me vete brumin e bukës para se ai të vinte, i mbështolli magjit e tij me rrobat trupit dhe i vuri mbi kuriz. Dhe bijtë e Izraelit bën ashtu siç i kishte thënë Mojsiu dhe u kërkuan egjiptasëve sende argjendi, sende ari dhe rroba. Dhe Zoti bëri që egjiptasit ta shikonin me sy të mirë popullin dhe t'i jepnin atë që kërkonte. Kështu i zhveshën egjiptasit. Bijtë e Izraelit u nisën nga Ramsesi për në Sukoth. Ishin rreth 600.000 njerëz me këmbë, pa llogaritur fëmijët. Dhe me ta iku gjithashtu një përzierje e madhe njerëzish, bashkë me kopet e tyre të bagtive të imta dhe të trasha, një numër i madh kafshësh. Dhe ata e poqën brumin që kishin sjell nga Egjipti duke bërë kuleç të ndorm. Në fakt brumi nuk kishte maja, sepse ata u dëbuan nga Egjipti dhe nuk munden të mënojnë, as të përgatisin rezerva për udhëtimin. Koha që bijtë e Izraelit kaluan në Egjipt që 430 vjet. Në fund të 430 vjetëve, pikërisht atë ditë, ndodhi që të gjitha radhët e Zotit dolën nga vendi i Egjiptit. Kjo është një natë për të kremtuar për nder të Zotit, sepse ai i nxori nga vendi i Egjiptit. Kjo natë do të jetë një kremtim solem ndaj Zotit për të gjithë bijtë e Izraelit, brez pas brezi. Pastaj Zoti i tha Mojsiut dhe Aronit: Ky është rregulli i pashkëve. Asnjë i huaj nuk do të hajë, por çdo skllav i bler me para, pasi të jetë rreth prerë mund të hajë. Të ardhurit dhe mercenaret nuk do të hanë. Shengji do të hahet vetëm në një shtëpi. Asnjë pjesë të mishit të tij nuk do ta nxirrni jashtë shtëpisë dhe nuk do të thyeni asnjë kockë të tij. Tërë asambleja e Izraelit do ta kremtojë atë. Dhe kur një i huaj do të banojë me ty dhe do të dojë të kremtojë pashkët për nder të Zotit, tërë meshkujt e familjes së tij duhet të rrethpriten më parë dhe pastaj ai le të ofrohet për të kremtuar këtë ditë. Ai do të konsiderohet si i lindur në vend, por asnjë pa rreth prerë s'ka për të ngrënë. Do të ketë një ligj të vetëm për atë që ka lindur në vend dhe për të huajin që banon me ju. Tërë bijtë e Izraelit vepruan në këtë mënyrë. Ata bën pikërisht atë që Zoti kishte urdhëruar Mojsiut dhe Aronit. Kështu ndodhi që pikërisht atë ditë Zoti bëri bijtë e Izraelit të dalin nga vendi i Egjiptit sipas radhëve të tyre. Luka, kapitulli 15. Pastaj të gjitha grambledhësit dhe mëkatarët i afroheshin për ta dëgjuar. Dhe farisejnë dhe skribët murmuritnin duke thënë: Ky i pranon mëkatarët dhe ha bashkë me ta. Por ai u tha këtë shëmbëltyr: Cili njeri për jush që ka 100 dele dhe njëra prej tyre i humb, nuk i lë të 99 në shkret e tjerë dhe shkon pas asaj që humbi derisa ta gjej? Dhe kur e gjen e merr mbi supë gjithë gaz, dhe kur arrin në shtëpi i thërret miq dhe fqinj dhe thot: Gëzoni bashkë me mua, sepse e gjeta delen time të humbur. Dhe unë po ju them se po kështu në qiell do të ketë më shumë gëzim për një mëkatar të vetëm që pendohet, se sa për 99 të drejtë që nuk kanë nevojë për pendim.
ose cila grua që ka 10 drahmi dhe humbet një nga ato, nuk ndez llampën, e fshin shtëpinë dhe kërkon me kujdes derisa ta gjej? Dhe kur e gjen fton tok mbi keshat dhe fqinjet duke thënë, gëzohuni bashkë me mua, sepse e gjeta dhramin që kisha humbur. Po kështu po ju them, ka gëzim përpara ëngjëve të Perëndis për një mëkatar të vetëm që pendohet. Dhe tha, një njeri kishte 2 bij. Me i riu i tyre i tha babait, atë, më jep pjesën e pasurisë që më takon. Dhe i ati u andau që kishte. Mbas jo shumë ditësh, biri më i ri mblodhi çdo gjë, shkoi larg në një vend të huaj dhe atje e prishi gjithë pasurinë duke bërë një jetë të shthurur. Dhe si shpenzoi të gjitha, në atë vend ra një zi e madhe buke dhe ai filloi të jetë nevojtar. Atëherë shkoi e ju ngjit pas një qytetari të atij vendi, i cili e çoi në arat e tij që të kullot derrat. Dhe ai dëshironte të mbushte barkun me lende që hanin derrat, por askush nuk ja jepte. Atëherë erdhi në vete dhe tha, sa më ditësve të atit tim u tepron buka, kurse unë po mbaroj nga uria. Do të qohem dhe do të shkoj tek i mat dhe do t'i them, atë, më katova kundër qiellit dhe para teje. Nuk jam më i denjë të quhem yt bir. Më bëj si një nga mëditësit e tu. U qua pra dhe shkoi tek i ati. Po kur ishte ende larg, i ati e pa dhe pati edhe mshuri. U lëshua vrap, u hodh mbi qafën e tij dhe e puthi, dhe i biri i tha, o atë, vokatova kundër qiellit dhe para teje, dhe nuk jam më i denjë të quhem bir yt. Por i ati u tha shërbëtorëve të vet, sillni këto rrobën më të mirë dhe vishjani, i vini një unaz në gisht dhe sandalet në këmbë. Sillni viçin e majmur dhe therreni të ham dhe të gëzohemi, sepse ky biri im ishte i vdekur dhe u kthye në jetë, ishte i humbur dhe u gjet. Dhe filluan të gëzoheshin. Djali i tij i madh ishte në ar, dhe kur erdhi dhe ju afrua shtëpisë, dëgjoi këngë valle. Atëherë thiri një nga shërbëtorët dhe e pyeti ç'ishte e gjitha kjo. Dhe ai tha, erdhi yt vlla, dhe yt atë theri viçin e majmur, sepse ju kthye djali shëndosh e mirë. Por ai u zemrua dhe nuk deshi të hynte. Atëherë i atit doli dhe i lutej të hynte. Por ai u përgjigj të atit dhe i tha, ja, kaq vite po të shërbej dhe kur s'kam shkelur asnjë nga urdhrat e tua. E megjithatë kur s'më dhe një kec që të gëzohem me miqtë e mi. Por kur erdhi ky djali yt, që prishi pasurinë tënde me kurva, ti there për të viçin e majmur. Atëherë i ati i tha, o bir, ti je gjithmonë me mua, dhe të gjitha të mijat janë të tuat, por duhet të festojmë dhe të gëzohemi, sepse ky vëllai yt ishte i vdekur dhe u kthye në jetë. Kishte humbur dhe u gjet. Jobi, kapitulli 30. Tani përkundrazi, më të rinj se unë më përqeshin, ata që etrit e tyre nuk do të kishin pranuar t'i vija midis qenve dhe kopesë sime. Fundja për çfarë do të më shërbente forca e duarve të tyre. Fuqia e tyre është shkatëruar. Të sfilitur nga skamja dhe nga uria, ikin natën në shkretëtirën e shkretuar dhe shterp, duke shkulur barë të hidhur pranë gëmushave dhe rrënjë gjineshtre për ushqimin e tyre. Janë përzën nga mjediset prej njerëzve që u lërin prapa tyre si të ishin vjedhës. Janë të detyruar të jetojnë në skërkat e luginave, në shpellat e tokës dhe midis shkëmbimeve. U lërin midis kaçubeve dhe shtrëngohen bashkë në ferrishtat. Njerëz budallënj, po njerëz pa vlerë të dëbuar nga vendi i tyre. Tani janë bërë kënga e tyre e talljes, po, janë bërë gazi i tyre. Kanë tmerr nga unë, arrin larg meje dhe nuk ngurojnë dhe me përshtynë në fytyrë. Meqense se Perëndia ka lëshuar disi litarin e çadrës sime dhe më ka poshtëruar, ata kanë thyer çdo fre para meje. Këta zuzar çohen në të djathtën time, i shtyn larg këmbët e mia dhe përgatitin kundër meja rrugët që të më shkatërrojnë. Prishin rrugën time, keqsojnë fatkeqësinë time, megjithse askush nuk i ndihmon. Afrohen si nëpërmjet një të çare të madhe, sulen kundër meje si një stuhi, më sulmojnë tmerre, gjuajnë nderin tim si era dhe bagtia ime zhdaravitet si një re. Unë shkrihem për brenda dhe ditët e hidherimit më kanë pushtuar. Natën ndjej sikur më shpojnë kockat dhe dhëmbjet më brejnë pa pushim. Nga dhuna e madhe rrobat e mia deformohen, më shtrëngojnë për rreth si jaka e mantelit tim. Ai më ka hedhur në baltë dhe jam bërë si pluhuri dhe hiri. Unë të bërdas ty dhe ti nuk më përgjigjesh. Të rri përpara, por ti rri duke më shikuar. Je bërë mizor me mua, më përndjek me fuqinë e dorës sate.
më ngre lart mbi erën, bën që të eci kaluar mbi të dhe më zhduk në stuhi. E dinet vërtet që ti më çon në vdekje, në shtëpinë ku mblidhen gjithë të gjallët. Me siguri nuk do ta shtri dorën e tij te varri, megjithse në fatkeqësinë e tij vërtet për të kërkuar ndihmë. A nuk kam qar vallë për atë që ishte në fatkeqësi dhe a nuk kam hidhuruar për të varfrin? Kur prisja të mirën erdhi e keqja, kur prisja dritën erdhi errësira. Zorët e mia zgjejnë pa pushim, kanë ardhur për mua ditë vuajtjesh. Shikoj rreth e qarkin nxirr krejt, por jo nga dielli. Ngrihem në kuvend dhe bërtas për të kërkuar ndihmë. Jam bërë vëlla me çakallin dhe shok me strucin. Lëkura ime që më mbulon është nxirr dhe kockat e mia digjen nga nxehtësia. Qestja ime shërben vetëm për vajtime dhe flauti im për tinguj vajtues. 1 Korintasve, kapitulli 16. Sa për të mbledhurit e ndihmave për shenjtorët, bëni edhe ju ashtu si urdhërova kishat e Galatis. Të parën ditë të çdo jave, secili nga ju le të vërm një anë dhe të mbledh aq sa mundet, që kur të vi, të mos bëhen atëherë mbledhje ndihmash. Por kur të vi, ata që ju do të miratoni, me letra do t'i dërgoj që të çojnë në Jeruzalem dhuratën tuaj. Dhe po të jetë e udhës që të shkoj edhe vetë, le të vinë me mua. Por do të vite ju, pasi të kem kaluar në për Maqedoni. Por ndoshta do të rrite ju, ose edhe të dimëroj që ju të më përcjellni kudo që të shkoj, sepse tani nuk dua t'ju shoh vetëm kalimthi, por shpresoj të rrica kopra njush në dash Zoti. Por do të rri në Efez deri për rrëshajet, sepse mu hap një derë e madhe dhe efikase dhe kundërshtar ka shumë. Por nëse vjen Timoteo, kujdesuni që të rri me ju pa frikë, sepse ai kryen veprën e Zotit ashtu si edhe unë. Pra asnjë të mos e përçmoj, por përcjellini në paqe që të vi tek unë, sepse e pres bashkë me vëllezërit. Sa për vëllan Apol, ju luta shumë që të vi tek ju bashkë me vëllezërit, por ai s'deshi kurse si të vinte tani, por do të vi kur të ketë kohë të volitshme. Rrini zgjuar, qëndroni fort në besim, jini burror, jini të fortë, gjithçka që ju bëni, bëjeni me dashuri. Por ju bëj thirrje o vëllezër, ju e njihni shtëpinë e Stefanas që është fryti i parë i Akais dhe që janë kushtuar shërbesës së shenjtorëve, që tu nënshtroheni edhe ju të tillëve dhe kujtdo që bashkëpunon dhe mundohet. Por gëzohem për ardhjen e Stefanas dhe e Fortunatit dhe të Akaikut, sepse ata e mbushën mungesën tuaj, sepse e freskuan frymën time dhe tuajin. Prandaj njihni njerëz të tillë. Ju përshëndesin kishat e Azis, ju përshëndesin shumë në Zotin Akuila dhe Prishila, bashkë me kishën që është në shtëpinë e tyre. Ju përshëndesin të gjithë vëllezërit, përshëndetni njëri tjetrin me puthjen e shenjtë. Përshëndetja është nga dora ime e Palit. Nëse ndokush nuk e do Zotin Jezus Krisht, qoftë i mallkuar. Maranatha. Hiri i Zotit Jezu Krisht qof me ju. Dashuria ime qof me ju të gjithë në Krishtin Jezus. Amen.